Dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit. Pata fatin të lindja në kishë dhe shpërndimi i Perëndisë për prindërit e mi që para se të lindja. Gjatë gjithë fëmijërisë time kam qenë një vajzë e dorëzuar Zotit. Kështu ishte vëllezër që kaloi koha dhe në moshën 14-15 vjeçare për vite me radhë djalli më ngrinte kurthe në kokë e më është dashur të përballem me shumë gjëra në vështirësinë e adoleshencën time. Për shkak të faktit se arsye kryesore për djallin ishte të distancohesha plotësisht Zotit. Dhe në moshën 11 vjeçare, kur unë mora profecinë time të parë, Perëndia më premtoi gjëra të mrekullueshme. Një nga ato ishte se do t'i shërbej atij shumë e re në kishë. Dhe prandaj djalli kërkoi të më sillte ato vështirësi në jetën time, vëllezër. Fatkeqësisht gjithçka ndryshoi në atë kohë. Mishi im ishte shumë i dobët dhe besimi me Zotin po dobësohej. Fillova të mendoja shumë gjëra të pakëndshme, duke menduar se meritoja gjithë urrejtjen e botës, sepse mendoja se meritoja nga që isha njeri i keq, që e kisha zhgënjur Zotin. Dhe gjithashtu erdhi një pikë ku mendoja për vetëmtim dhe mendim për t'i dhënë fund jetës time. Jeta ime ishte bërë një zbrasti e plotë, sepse lash veten të drejtohem në mish prej armikut, por vëllezër, diçka mund ta tregoj me siguri se djalli më ndryshoi mendimet e mia për mishin, më ndryshoi zemrën time me Zotin dhe dëshirën për t'u larguar nga kisha, por edhe pse në mish ekzistonte ai mendim, Zoti në mëshirën e tij të pafund dhe në lutjet e mia nuk u largua kurrë nga mua, sepse siç e përmend në fjalën e tij të shenjtë, është bariu që të 99 ai shkon për atë dele që e thërret dhe që shërbeu butësisht për t'u kthyer në krahët e tij. Vëllezër, arrita në një pikë ku kam prekur fundin për atë që quhet nga çrregullimet e shkencës mjekësore, depresion dhe ankth. Ndjeja shumë bosh dhe mbi të gjitha trishtim që kishte pushtuar zemrën time. Ishte njohuria se unë e kisha zhgënjur shumë Zotin dhe për këtë arsye besoja se vetmi zgjidhja për të përfunduar gjithçka ishte të jepja fund jetës sime. Kaluan ditët dhe ai moment që po ju tregoj, mora profecinë që Zoti më tha se duhet të ndaloja kërkimin e lumturisë në atë botë. Duhet të qëndroja larg atyre njerëzve që nuk kontribuonin asgjë në jetën time. Pse ju kërkoni atë lumturi të supozuar kur ti e di se thellë në zemrën tënde vetëm ti, krijuesi jot, është i vetmi i aftë për të pastruar lotot e tu. Dhe kështu ju do të kuptoni se vetëm në botën e tij në këtë botë do të gjeni trishtim dhe konfuzion. Prandaj të them bijej me zgjohu gjumi i thellë në të cilin jeni, sepse ka ardhur koha e të verbërve. Ai profeci ishte një shpëtim për mua, që për atëherë e tutje mendja ime ndryshoi dhe dija se nëse Zoti kishte shumë mëshirë për mua kur e më jepte atë rend që mund të kishte jeta ime, atë dalje që më duhej, shumë e mora vendimin për të përfunduar këtë fazë në jetën time. Dhe prandaj përpoqja shumë të ikja nga gjithçka që më largonte nga Zoti. Ishte mjaft e vështirë, pasi si unë e thash se mishi im ishte i dobët dhe duke parë qëllimin tim për të ndryshuar, vendosa veten shumë tepër tundime se kam pasur më parë, por Zoti më jepte çdo ditë më shumë armë shpirtërore që më mbushnin me forcë që të isha në gjendje të fitoja vetëm me ato kurthe. Dhe në ato ditë dëgjoj një mësim që fliste për t'ia dorëzuar zemrën plotësisht Zotit. Dhe kështu do të veproja te ai në jetën tonë duke na ndihmuar. Sot unë jam një dëshmitare e kësaj dhe unë do të them se nëse zbatohet ky mësim në jetën e tij, është krejtësisht i sigurt. Zoti ju do të na ndihmojë në çfarë ndodh dhe sado e vështirë të jetë provojnë, sepse ai është një Zot i pamundur. Dhe pas muajsh përpjekje të vazhdueshme për të ndryshuar qëndrimet e jetës sime, që nuk i bëjnë dobi Zotin, duke lënë mendimet e këqija, duke medituar fjalën e tij dhe duke shkuar me përkushtim ndaj tij kishën që Zoti më shpalli në një nga profecitë e fundit që tashmë ishte marrë prej tij, por që pak kohë do të reflektoj. Kjo profeci më mbush me shumë të lumturi, sepse dije që ishte tashmë afër, një moment kaq i mrekullueshëm, kështu që prita në premtimin e tij dhe të vazhdoja të përpiqesha. Dhe kështu vëllezër të jetën e kaluar, Zoti në mëshirën e tij më dha paksimin e tij me frymën e shenjtë, duke përmbushur premtimin e tij të parë. Dhe që nga ajo ditë kur ai fliste vazhdimisht gjuhët, ndjehem e lumtur dhe e gëzuar për eksperiencat e bukura shpirtërisht dhe di që kam një rrugë të gjatë, por ndjem shumë e lumtur dhe që marr pjesë në premtimin e tij. Dhe gjithçka dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit.